Si mund ta bëhet një ftesë që hajdeni në protest, pra që u bë dje, ndërkohë që sot, pra të nesërmen, ulesh me Ramën. Dhe për çfarë ulesh me Ramën? Ulesh për ndryshuar sistemin zgjedhor, reformën zgjedhore. E keni fjalën për komisionin e reformës zgjedhore? Për na goditur ne alternativat e tjera. Ku jeni të ftuar edhe ju? Jo, po e keni thënë publikisht pra që është mirë ta ulim numrin e parlamentit, të ndryshojmë reformën, sepse goditemi ne automatikisht. Edhe hajdeni në protest me ne, pra. E kuptoni çfarë nosenci është kjo? Jo domosdoshmërisht. Është totalisht nosenci. Edhe ju keni një vend të komisionit. Po është fasad, Ronaldo. Është fasad. Po pse është fasad? Sa po përmendë edhe precedentin e mëparshëm. Domethënë që këtu nuk ka një nevojë për të bërë një reformë zgjedhore, është e fundit fare. Nuk ka një nevojë. Ka disa çështje me rëndësi që duhen të bëhet, po kërkohet një tjetër lloj sensibilizimi. Po ti s'mundesh dot që në një anë të dukesh sikur e sulmon qeverinë për skandale dhe të nesërmen ulesh me qeverinë për gjërat më të parandësishme për goditur alternativat e tjera. Dhe pastaj thua dhe hajde edhe protestoni me ne. Me këtë vim të protestojmë. Pse merrni pjesë në komisione ligjore kur e dini që nuk ju respektohet as nuk kemi gjë fjala. Në parlament patjetër më çvetë. Po patjetër edhe te komisioni reformës do vemi kur ka çështje të rëndësishme do vemi ti ngrem aty. Shumë mirë, po as ju nuk po bani fasadën as ne nuk po bëjmë fasadën. Ne nuk themi, ne nuk duam të bëjmë një tjetër gjë, themi një gjë tjetër. Dakor? Çfarë fiton vendi që të ulësh numrin e deputetëve, përveç godet demokracisë dhe pluralitetin e vendit. Se ky është shqetësimi shqiptarëve të ngreshë një senat. Jam dakord, fillimisht. Pra të ngreshë senat do zgjidhin problemet e shqiptarëve. Dhe mua më bën habi se si ka mundësi Partia Demokratike nuk e ka top agenda protestën ndaj korrupsionit për të kërkuar dorëheqjen e Ballukut, që është prioriteti numër 1. Po merren me çështje dytësore, tretësore, të cilat janë vetëm për të hequr. Nuk është e vërtetë, por sepse dia ajo është kryefjala Ballukut. Tani dëgjoj. Domethënë me nalu betejën institucione. Po që për të gjë, dëgjoj. Ne nuk është se duam të bëjmë opozitën e opozitës. Ne jemi një alternativë e re sot, kemi marrë 50.000 vota të shqiptarëve, i mendojmë gjëra ndryshe. Dhe një gjë ndryshe për shembull që ne mendojmë është çështja e drejtësisë. Mirë keq, ka kritika etj. Po ajo që po bën Spaku sot është historike. Edhe duhet mbështetur. Çfarë histori po ndryshon Spaku kur nuk ka dënuar akoma ose nuk ka hetu asnjë krim elektoral. Ti ke dy njerëz më të fuqishëm se Tiranës në burg për një vit. Jo, dakor. Për një vit i ke në burg dhe nuk e ke pasur kurrë këtë gjë. Duhet të shqetësohesh pse s'ke besueshmëri si opozitë dhe këtë nuk e bën dot të pyetje. Edhe së dyti, po që për zgjidhje, jo më dëgjoj se nuk e kemi fare kompleks, po më dëgjoj. Ne patëm zgjedhjet, jo për ta mbyll. Ne patëm zgjedhjet lokale pak. Edhe po kthehem tek drejtësia, për çështjen e drejtësisë. Ishim ne që i dham zgjidhje. Pra dalim me një kandidat që na unifikojmë të gjithë. Po dështume me atë formulë. Dështume për shkak të jo, në cilin qytet dështove ti? Apolitik, me 12% vlon, me 12% pjesëmarrën në vlon ishte. Po ti kujton se ishin kandidatët tanë ata? S'ka garanci, formula ishte. Jo, i vendosët ju vetë aty jo. Ne u përfshim vetëm për Tiranën. Ja, po kjo është ajo që s'kuptoni ju. Kjo është nuk e kuptoni fatkeqësisht. Dëgjoj. Ai po sigurisht pra. Ai di pse u anulluan zgjedhjet e tjera. Pas sondazhit që publikuat ju këtu. Ku për herë të parë një kandidat i opozitës ishte afër fitores në Tiranë. Që ka qenë 20 pikë parë. Po dakord, ju jeni jeni komplet edhe për drejtsinë edhe për jeni komplet apolitik, mos i mund ta thoni këtë gjë. Kandidatura e Flor Binajt bëri diferencë të madhe në Tiranë. Pa kanë mbledhje matematike edhe gjithë spektrave opozitare. 40% ishte mbledhje e mundësisë Partisë Demokratike, lëvizjes. Po nuk fiton pra edhe sikur të bësh mbledhje matematikore. Sondazhi që nxori. Sondazhi ishte 24 që ky bashkim ngriti frymën, jo mbledhjen matematike, se mbledhja matematikisht nuk e kaloi. Fryma do të ishte sikur do të shkote 56%, 60%. Ajo mbledhi matematikisht numrin e votave të mundësisë. Kur e shikon si matematik më vjen keq, e keni humbur komplet. Dakor, hajde bëjmë interpretime, po matematikisht ishte identike shuma e mundësisë e lëvizjes Shqipëria bëhet dhe Partisë Demokratike ishte eksakt numri që dolin përqindje e Shqipërisë. S'është e vërtetë. Po e verifikojmë. Po s'është e vërtetë. E verifikojmë rezultatin e KQZ-s socialiste. Dëgjoj më tani. Kandidati sigurisht ishte më mirë më. Ishte dha një frymë për te. Ku e ke pas një kandidat opozitës ti 2% larg? Ku e ke pas 2% larg? Unë rrallë parë nuk i besoj sondazheve si fillim. Dakor. Si fillim nuk i besoj sondazheve. Kthena tek ky ka qenë gjithmonë problemi i Partisë Demokratike që nuk i beson sondazhet. Mund, dakor. Për sa i përket, po e marr dhe sikur unë pa marr si të mirë qen, pra, rezultatin pa marr si të mirë qen.
rezultati është eksakt shuma matematike e tre forcave Po politike. cili është problemi nëse rezultati është shuma matematike? Edhe herë asnjë problem Kur të gjitha forcat politike bashkohen bashkë dhe gjejnë një alternativë. Është dëshira e momollë e jemi që partitë opozitare. Pyetja që kam në këtë pikë është pse nuk u zbatoi njëta formulë edhe në bashkitë e tjera? Pse nuk u pranu? Pse nuk u plotsu e njëjta? Po pse nuk e zbatoi Partia Demokratike formulën që propozoi Mundësia? Nuk çiti kandidat vet. Po formulën e mundësisë u pranu për çdo qytet. Na e në përgjithësi tani, për atë. Jo, në mënyrë absolute, të pavarur që i propozoi PD-ja. Jo, një sekondë. Të pavarur që i propozoi PD-ja. Ne hodhëm me mundësinë për të propozuar. Ne hodhëm një parim në tavolinë dhe nuk dëshëm të merreshim me pazare. Edhe folëm për Tirana, se Tirana ka një simbolik tjetër politike. Për bashkitë e tjera, të cilat janë bashkitë të vogla, ne dimë që zgjedhjet e pjesëme ka fituar gjithmonë qeveria. Dakor? Edhe kjo ishte, edhe i rezultati që doli atje pritej. Se në ato qytete administrata e bashkisë dhe pushtetet luan Tirana, nëse do të bësh ndryshimin, do të bësh ndryshimin nga Tirana. Nëse nuk ndryshon Tirana, nuk mund të ndryshosh dot Shqipërinë. Dhe ndryshimi ka ardhur nga Tirana, kur do herë, qoftë në 82-shin, qoftë në 2005-ën, qoftë edhe më vonë kur erdhi PS-ja në pushtet, ka marrë mbështetjen e madhe nga Tirana. Ktu janë votat. Dhe pas ndryshon Tirana, nuk ndryshon Shqipëria. Dhe çështja është që mbasi kishte dalë kandidati, kishte nis fushatën. Dhe ne besojmë që gjykata kushtetuese u ndikua politikisht për ta ndaluar garën në Tiranë pikërisht nga frika e madhe e një rezultati shumë pozitiv të Florbinën në Tiranë. Po tjetër ç'është kjo. Po edhe pse kishte dalë kandidati për bënte fushat, Partia Demokratike thoshte jemi dakord me Edi Ramën të bëjmë senat, ndryshojmë kushtetutën, të bashkëpunojmë me pushtetin. Një propozim i Berish nuk ishte propozim i Ramës, e para dhe është një propozim që bëhet një fjalim. Nëse ju thoni njerëzve që hajde bëjmë opozitë me pushtetin dhe pastaj lidheni prapë me pushtetin për të ndryshuar kushtetutën. Edhe një herë, kur ka thënë Berisha që jam dakord me Ramën të ketë senat. Jam parimisht dakord, edhe një herë. Jam dakord të ulim numrin e deputetëve. Dhe dha një propozim për senatin që është thjesht një ide dhënë në një konferencë shtypit prapë. Ne besojmë që kjo nuk është zgjidhje për njerëzit. Njerëzit kanë të tjerë. Unë jam totalisht kundër zvoglimit numrit të deputetëve. Ju mendoni që nuk e dëmton, nuk i dëmton partitë e vogla? Po jo domosdoshmërisht. Çdo lloj sistemi nuk pengon partitë e vogla me marr vota numër vlerët absolute. E gjitha fatkeqësisht që vot në mandate pastaj. Shiko, a kthena pak tek çështja e drejtësisë edhe po kthena edhe tek numri i votave. Eraldi tha parë që drejtësia po bën punën e vet që se ka bërë kurrë historike. Nga ana tjetër thotë që në momentin që dalin, në momentin që dalin sondazhet thotë kjo drejtësi anullon zgjedhjet, pra sepse është aparadoksale. Gjykata kushtetuese thashë. Pra gjykata kushtetuese nuk e bën punën e vet si drejtësi, ndërkohë një pjesë tjetër e drejtësisë funksionon. Jo, nuk e marr drejtësisë të tërë. Për mua nuk funksionon. A dim pse nuk funksionon sepse nuk e marr drejtësisë të tërë. Jam dakord që për herë të parë drejtësia ka bën një të mirë sepse ka gjykata kushtetuese skandal me çfarë fjala. Drejtësia ka thy një tabu, pra. Nga sot ka politikanë që janë para drejtësisë. Dhe ju jeni kundër kësaj. Kjo është një lajm shumë i mirë. Edhe një herë. Po prit për ta çojë deri në fund. Jepi. Lajmi i mirë është që është thy tabuja dhe nuk është pak. Edhe për perceptimin nuk është pak. Që sot kena politikanë të niveleve më të larta para drejtësisë. Problemi është sepse e para shqiptarëve nuk po i kthehet ajo që është vjedh dhe s'ka më u kthy. E dyta, njerëzit që janë para drejtësisë nuk janë për atë çaj kanë bërë realisht, po janë në shumicën e rasteve për majën e icebergut. Dhe e treta, që nga krijimi i spakut, niveli i korrupsionit nuk është zvoglu, sepse qëllimi i drejtësisë është me paranalu dhe me dënu. Pra nuk po bëhet as dënimi, as kthimi i padrejtësisë në vend dhe as paranalimi. Pra sot kena nivelet më të larta të korrupsionit që nga krijimi i spakut. Po fol për bllokimin, unë nuk jam specialist. Jo, edhe një herë, nuk jam specialist, por edhe me idealizu një drejtësi e cila nuk po e bën dy shtyllat kryesore të saj, mua më duket sikur po le që edhe për drejtësinë vetvete, mirë është me kenë kritikueshme. Nga politikanë, po patjetër e kritikueshme dhe atakueshme janë dy gjëra të ndryshme, se ju po e sulmoni drejtësinë, nuk po e kritikoni. Për gjëra konkrete del çdo ditë atje dhe sot Altin Troplini. Ne po e sulmojmë edhe një herë, ne po sulmojmë për këtë që unë po them. Dhe nuk i njihni asnjë meri drejtësisë së re. Nuk ka një sukses historik në këto 30 vite kjo drejtësi. Për mua nuk ka, bro. Nuk është sukses historik që të hetohen 2016. Nga 2016, pra, ideja, nga 2016 unë shoh produktin. Sot kena një pushtet më të konsoliduar. Produkti është që ti ke një zëvendësor. Sot kena një pushtet më të konsoliduar, drejtësia do duhet kryeministre tjetër në akuzë, kryetarin e bashkisë në burg. Bëjnë lajm pra, bëjnë tito i lajmesh. Nuk bëjnë vetëm lajm, janë produkte të kësaj drejtësie. Po nuk bëjnë drejtësi, pra, unë sapo e shpjegova. Nuk është drejtësi hetimi i ballukut. As nuk ka paranalu korrupsionin, as nuk ka kthy drejtësinë në vend. Pra dy shtyllat kryesore për atë që ekziston drejtësia, pra me paranalu dhe me dënu. As nuk ka dënu
për krimin që a bë, për vjedhjet që a bë, se s'po them për kthimin e kësaj pasunie në buxhetin, në arkën e shtetit, dhe e dyta nuk e ka paranalu. Që nga 2016 kena aferat më të mëdha korruptive. 5D-ja, tuneli, incinerator të kanë ardhur mas kësaj drejtësie të tjerë zakonisht janë burg, incineratorët janë dënuar, Alçi Bllako ka bërë burg, Koka ka bërë burg, Ilir Beqa sot është në burg. Dakord, pra, edhe i herë jam të thënë që gjitha këto kanë fillu mas kësaj drejtësie, pra drejtësia nuk ka paranalu dhe pjesa e parë ishte se nuk ka dënu atë çfarë është bërë realisht në buxhetin e shtetit dhe ti thua të zgjidhni spakut çfarë probleme drejtësia i heton pasi ndodhen aty. Tani dëgjoj. Kemi një fakt, cili është fakti, që për 30 vite këtu nuk është dënuar një politikan për korrupsion në vendin më të korruptuar të Evropës. Ky është nonsens apo jo?